fillimisht po du me bo një farë dallimi, sepse zgjedhjet e vitit 2021 dhe këto që janë aktualisht, ka një dallim sepse në zgjedhjet e vitit 2021, në zgjedhje nacionale kanë hyrë bashkë Albin Kurti bashkë me një listë me Vjosa Osmanin dhe ka qenë obligim i vetë vendosjes me tentu me çdo kush me bo presidente aktuale Vjosa Osmanin. Konsideroj që në këto zgjedhje vetë vendosje nuk ka obligim me tentu me bo Vjosa Osmanin presidente. Nuk ka obligim? Nuk ka obligim. Sikur që nuk ka obligim as parti tjera politike, sepse Albin Kurti në këto zgjedhje ka shku në zgjedhje me Donika Gërvalla. Nuk ka shku me Vjosa Osmanin me një listë. Ka do thot zëra që brenda vetë vendosjes dhe listës Guxo nuk ka interesim që Vjosa Osmanin ta bëjnë për president. As Guxo? As Guxo, do thot dhe edhe vetë kush brenda Guxos? Kush brenda Guxos? Po s'flasim me emra, po në Guxo. Jo, pse mos me fol me emra. Në Guxo shumica e deputetëve që nuk janë Guxo, janë të ardhur dhe janë më shumë VV se sa Guxo. Unë mendoj që efekti i largimin nga loja të presidentit Osmani është padyshim edhe politik për ta larguar një rival politik që kishte kryeministri Kurti deri tani, sidomos si pengesë për parësim në rrafshin ndërkombëtar. Edhe gjithsesi që kur një subjekt politik i fiton zgjedhjet tenton që mi pas njerëz të vet në për figurat kyçe. Është tentu fillimisht me Partinë Demokratike me u arrit një marrëveshje, ku kam informacion që Partia Demokratike ka kërkuar që mi propozu 2 emra. Po, ata mi propozu. E tha mbrëm Arjan Tahiri. Edhe njëri nga ata që është diskutuar është Shqiptar Demaçin, dhe që po tentohet prapë që në seancën e radhës mi banë shkrimet për ta. Për Shqiptar Demaçin. Kanë me tentu, me një farforme me qitë në një pozicion të keq edhe vetë vendosin, se nëse ata se votojnë, ose nuk japin në shkrimet Shqiptar Demaçit, atëhere kanë me ronë një pozicion të keq edhe vetë ventusja. Po ashtu, po diskutohet që nëse arrijet mu bo një verzion ndërkombëtar, një presion ndërkombëtar ndaj listës serbe, atëherë mund të kthehet në lojë Vjosa Osmani, nëse ata garantojnë që do të qëndrojnë në sallë me një presion ndërkombëtar, atëherë mund të rikthehet në lojë për të qenë si presidente. Me vota disë sëpëzga? Duke qenë në Vjosa në këtë moment. Se lume në këtë moment Vjosa Osmani s'pesej. Po ashtu... Në rrasë se Albini s'pedon. Jo, nëse deklarohet që janë edhe lista sërbëga, tash po flasim bos të informata me ndërmjetësim të faktorin ndërkombëtar. Kush me bo? Albini me bo? Vetëvendosja me bo Vjosana? Po. Sa të ti numër? Tjetra... Vetëm mos e harroni qëto. Të konfirmu me e keni. Albin Kurti i ka thënë Vjosa Osmanit të refuzoj për me qenë kandidate. Nuk të kandidoj. Nuk të kandidoj. Direkt i ka thonë që është. E Vjosa që ka përgjigj?